Tregu në Dardanis sot ishte i mbushur me produkte të ndryshme, duke filluar nga pemët dhe perimet e freskëta deri të dritherat dhe prodhime tjera që ofrohen aty. Megjithatë, për shëmblerës çmimet po konsiderohen të larta dhe të papërballueshme, sidomos në raport me të ardhurat e ulta. Një qytetar u shpreh se pavarësisht nevojës për produkte, buxheti familjar nuk po mundëson blerjen. Këtu është një ndryshim i madh, shumë shtrenjtë në bazë të rroga, të ardha që i morim, është shumë problem, shumë të vogla. Unë jam penzion, për shembull, sikur mos kisha djem, s'di si kisha mujt me jetu, një jetë kështu jetohet edhe në përfush, një është të zarake, po me i bu një jetë dinitetshme, me so pare që i morim këtu është dam, është shumë kesë. Nga ana tjetër, një shitës tregoi se në treg ofron produkte që i kultivon vetë, duke theksuar përkushtimin dhe për prodhimin vendor dhe cilësinë. Baj miell kallamujt, pasol, kumpira, kështu që dal. Më më thonë se një 10 vjet e kënej merr na veç me si zanat, e bajnë vetë prodhimin e kallamujshit. E shes miell në përfurra, në për marketa, kështu që një çmim e hapi shumë lira aty, po thuja si më kombinon, aty mos se mielli vetë, e bajnë vetë, asirën me një çmim shumë bëlet shumë në euro. Ai shtoi se ndonë se merr pjesë në tregje të ndryshme në Kosovë, shitjet në Gjakov janë më të ulta krahasuar me vende tjera, duke lidhur këtë me fuqinë më të dobët blerëse. Ka shumë pak, më thonë drejtën adin papunësi e madhe, nuk kanë gjinja por, më thonë drejtën, kur vjen 2-3 kila miell, kanë një met vetën, janë vetë mu gjinja, 2 vetë, 3 vetë, nuk janë shpejton, 3 kanë shku jashtë, po si do kudo apet mirë, nuk është tesë. Kjo situatë po kthehet në shqetësim gjithnjë më të madh për qytetarët, të cilët thonë se rritja e vazhdueshme e çmimeve po vështirëson përditshmërinë dhe sigurimin e produkteve bazë.